A mendoni se Kuvendi mund t'i heq imunitetin Belinda Ballukut dhe t'i hap rrugën më pas kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e saj? Po në qoftë se do bin, pra edhe i herë, 83 deputet, do bien pre e provokimeve të opozitës dhe SPAK-ut, them që po. Por ata nuk kanë asnjë arsye ligjore, se mandej dalin foruzët gjithë. Nuk kanë asnjë arsye ligjore që t'i japin. Hi hetoje, nuk ta ndalon kush hetimin. Po pse ti do hetosh me te në burg, kur do arrihet konkluzionit që ajo në zëvendës kryeministre nuk do jetë. Ti çfarë don? Ku ti fsheh provat? E kupton pra, vjen nesh me mënyrën se si për çfarë kërkojnë. Pra në momentin që të rinovohet qeveria, automatikisht SPAK-u do heq dorë dhe do vi me një kërkesë tjetër dhe me prova të tjera, sepse nuk mund thonë ma që Belinda Balluku do mi fsheh provat. E kupton? Pra do jemi në një pozicion tjetër të cilën do të diskutohet në komisionet parlamentare. Dhe për mendimin tim, nuk duhet asnjëherë që të bien pre e provokimeve të opozitës, qoftë SPAK-u, qoftë ose pozicë, nuk ka rëndësi fare. Unë po them në aspekti sepse ata po e ngrisin. Tani, gjithë shqiptarët e kanë majt menën, pra e ka qutë Belinda Balluku. Thu se Belinda Balluku është kryeministre e Shqipërisë, është gjithçka për Shqipërinë dhe aty e kanë menën gjithë në kuptimin e fjalës, as do me hangër, as do me pive, s'to ta arrestojmë, ta fusim burg. Se ç'a fitojnë ta njerëz, unë nuk arrit ta kuptoj me fjalë në vetveten time. Por janë njerëz në kuptimin e fjalës si shqiptare. Ato që ka thënë Mussolini në kohën e vet, ka thënë në Shqipëri o zotëri, unë nuk kam nevojë të bëj shpenzime për spiona, sepse thotë që në Shqipëri këtë që harxhoj 30% të buxhetit në shtete tjera, në Shqipëri e marr falas. Pra, këtu në Shqipëri, hetimet e Ballukut, hetimet e tjerëve i bajnë vetë populli, i bajnë vetë opozita. Pra nuk ka nevojë SPAK-u që të bajnë hetime. Vetëm verifikimin e hetime mund të bajnë. Po hetimet i kanë bërë, i kanë nxjerrë sheshit gjithë. Në këtë rast është krijuar një perceptim që nëse bie Belinda Balluku mund të bjerë rrjedhimisht edhe Edi Rama. Ju si mendoni, a qëndron ky perceptim apo Edi Rama është krejt i shkputur nga Belinda Balluku? Ja pra, dolim në një pikë të përbashkët, që thuhet që do rinovohet qeveria para datës 22. Çka do thotë që çitën Rams pastaj ose atyre si historia e Belindës. Belinda do jetë thjesht po themi një deputete ose mund të jetë edhe një ministre, por nuk do jetë më kryeministre, zëvendës kryeministre. Çka do ban të mundur që bien gjitha opsionet. Pra ju thoni se do rinovohet qeveria duke vendosur emra të ri në postet ministrore nga këta që janë aktualisht. Pra në sa përqind do jetë rinovimi apo në 2-3 poste ministrore? Po tani për shefin e qytetarëve shqiptarë që e kanë menjen kundër Belinda Ballukut, një ajo që është e rëndësishme për ta, ajo është e para. Dhe ajo pastaj kur ti deputete nuk ka asnjë arsye që SPAK-u të kërkojnë fshehjen e provave të Belinda Ballukut se ndikon. Por vazhdo, zotëri, ban hetimet e dura, si që e duke i bë, dhe çudia më e madhe që në Shqipëri hetimet bëhen me media, pra mesazhet që dalin vetë nga prokurori i çështjes për t'i bërë publike, për të sensibilizuar popullin në këto situata që është krejtësisht e gabuar. Në si vend në botë nuk të arreston kush pa prova, por vetëm në Shqipëri të arrestojnë me të gjithë provat. Pra, kjo është mënyra e gabume e ligjvendësave shqiptare. Pra, të arrestoj herë, manet hihet gjej prova me të majtë në burg. Kjo është çudia më e madhe që duhet i ikim një herë mirë gjithë. Zoti Pietra, si e keni lexuar konferencën e fundvitit të kryeministrit Edi Rama, i cili mbrojti të gjitha aferat e tij korruptive për të cilat akuzohet, madje edhe oligarkët me të cilët mund të ketë lidhje, për cilët tha do t'i takoj sa herë të dua. Në këtë rast, Edi Rama është duke paralajmëruar një frikë konkrete për pushtetin e tij, apo është duke shtrënguar radhët, siç thatë edhe ju, që mund të shkojë drejt rinovimit të qeverisë? Kam thënë që ai regjizori i Edi Rams do t'ja ketë zili edhe Hollywoodi.
sepse ai është një nga të gjitha këto veprime i ban për çu ujtë e burimi i tij. Dhe Edi Rama, nëse e keni pa në momentin e arrestimit të Erion Veria, shkapet të duart atje për Tavalin, thu se u ban nami. Pra janë gjitha finte, pra janë filma, regjizim. Pra ai regjizor thash, është i tmerrshëm i qoftë edhe për rastin konkret të intervistës fundit që thotë që ju del gjoja në mbrojtje ministrave dhe ne e dim shumë mirë se çfarë ka bën kjo qeveri, por unë gjithmonë nuk kam thënë ndonjë që mos të arrestohen këta që vjedhin e me radhë. Kam thënë respekto kodin e procedurës penale. Ti mos e kap atjetrin, vetëm kapen bazë ligjit. Nëse ti e kap në kundërshtim me kodin e procedurës penale, ai do të rrshasit dhe nuk mundesh mbot që ti ta dënosh. Si që ishte rasti i Lulzim Bashkë, ose e mani men, që e la një afat 2 vjeqar, dhe lekti futin gjep Lulzim Bashkë, dhe pastaj qa u ba si gja. Zoti Pjetra, në një nga skandalet e fundit që ka dalë lidhur me pushtetin e Edi Ramës, është edhe ajoja Ergysa Gasit, i cili kishte filmuar gjithçka në zyrën e tij, deputet, drejtor që shkonin dhe e takonin. Çfarë tregon sipas jush ky rast dhe vetë lidhja e pushtetit me krimin? Nuk përjashtohet mundësia që edhe ai është kanë i detyruar që të kryej këto veprime nga një person i tretë. Pra, që çfarë do thotë që çdo veprim që bën, ma identifiko mund që unë ta kam parasysh. Po ai raportonte për Edi Ramën në këtë rast. Po, raportonte për gjithë ai, por ideja është që dikush pra ja ka thënë to që të marrim informacionet e nevojshme për gjithë qeverinë, për gjithë ata që ti bashkëpunon. Dhe ai siç duket ka rreziku jetën e vet në këtë fakt, sepse nuk mund të arrish të bash regjistrimit të kësaj natyre dhe të jetosh më as nuk duhet që të ngris një problem tjetër, por që një veprim i tillë është veprim i ndaluar me fe, me çdo gjë. Zoti Pjetra, ju thatë se Edi Rama pritet dhe ka gjasa që të rinovoj postet ministrore të qeverisë të tij. Nisur nga kjo premisë, sa të gjatë ka jetën qeveria e kryeministrit Edi Rama, nisur edhe nga skandalet që kanë ndodhur për gjatë qeverisës së tij? Çudia më e madhe është që edhe ata nxënësit e shkollës 9 vjeçare din ta bëjnë një llogari me dorë. Sot, a ka njeri që do të largohet nga puna me dëshirën e vet? Më thuj, a ka njeri? Sot, pra të punësuarit e tij janë pjesa më e madhe që janë në votime. Dhe këta dalin gjithmonë në votime. Votat e tyre pra janë të padiskutueshme që marrin mbi 70% të parlamentit shqiptar. Sepse janë punës. Tani a ka mekanizëm? Nuk ka. Nuk mundet askush ta zbërthej. Përveç asaj, Edi Rama fut pastaj edhe pjesë të tjera në përçarje në Partinë Demokratike, por edhe ato i ban me pagesa. Ai zotit i zbulosh të pagesa, është tjetër gjë. Por të gjithë janë klyshte, ata që janë deviju nga Partia Demokratike, janë klysh të Edi Ramës, të cilët marrin interesa ekonomike ose marrin pare për të bërë këto veprime. Pra, përçaje sundo ka qenë gjithmonë. Pra, për dashtë me sundu, duhet përçash. Por, përçash për të marrë mbi 70%. Por jo, se 70% e ka të sigurt. Sa donë që të kërkojnë të atë hynë në votime, sa donë e kanë 100% të fitume, sepse pjesa ma e madhe dhe demokrat ma të flakt të Partisë Demokratike kanë ikë nga Shqipëria. Pra, nuk vinë ma, edhe ato vota që i kanë futur herën e parë, do vinin dhe për t'y numërojnë në zotëri këto vota. Unë jam pushtet, unë i numëroj, unë i jap lek, unë i
baj këto veprime të gjitha në Shqipëri. Dhe askush nuk mundet që të arrin të më kuptojnë mund se qa numrova. Ti fut qatë dushë në kuti, ato do i numrojnë. Dhe logjika të qënë që kur ke numrin më të madh të votave në Shqipëri dhe të votuesve, ti je 100% i sigur. Dhe jo pa qëllim ka thënë, unë largohem kur duan. Tani ajo në zot ta mexon e Diramën me këto gjëra, nuk kanë. Ta them unë që s'kan. E vetmja gjë mund të shkojnë tek e shoqja Linda Rama. Nëse ata arrin atje, automatikisht bëhet një marrëveshje për të lënë pushtetin. Kjo është. Nuk ka mekanizëm tjetër që Edi Rama t'ia lënë pushtetin kuj. Kjo marrëveshje a parashikon krimin e një qeverie teknike dhe më pas për ta çuar vendin në zgjedhjet parakohshme? Çoa qeveri teknike, ne kemi të vërtetuar me këto. Edhe i herë shkojnë në qeveri teknike, nëse marrën, edhe gjithë ushiten. Po. Gjithë ushiten ata zotri. Ç'a do të thosh tani? Ti do shkosh në mbledhje me qeverinë ishte në rastin e marrëveshjes së 17 maj. Po. Po, s'lidhje ka, ata gjithë u shiten dhe tani dalin edhe bajnë tërt kot nëpër media që gjoja sikur ne kur ishim ba me namin, asgjë s'kan ba. Se s'le kush o zotëri. Në territorin tim, ti ç'a do bash? Unë t'kam marrë ty këtu, po do bash ç'a thon qeveria. E vetmja gjë që e ngushton është që kryeministri ban mbledhje të vazhdueshme më të shpeshta në mënyrë që diskreditojnë ministrat që i ka marrë në qeveri nga opozita. Pra sipas jush, as krijimi i qeverie teknike nuk krijon atë precedentin e duhur për zgjedhje të lira dhe të ndershme që i ka kërkuar kaq shpesh opozita? U bani më dash ndershme, dash si dush bani. Unë them që ky ka numrin e votave, numrin e votuesve në Shqipëri më të madh se sa opozita. Çka do thotë që 100 herë nuk votosh. Po opozita thotë se i bën përmes krimit, prandaj votat. Po ç'a do thonë opozita? Më thuj mua, ka ndonjë mekanizëm tjetër? Po kjo logjike më nuk dorë, unë thash një student 9 vjeçar për të bën një kalkulim, një llogari, arrihet në këtë konkluzion, që nuk mundet në botë që t'ja marrësh pushtetin me vot. Pushteti merret duke hetuar, duke arritur në një konkluzion që mund të arrijë te kryeministri. Kryeministri t'i shet gjithë ministrat. Sot ai në rast se qeveria ajo opozita thot, nuk du asnjë nga këta ministra, ti ndron gjithë ministrat, se ka problem fare. Dhe asnjë ministër nuk mund bëjnë në kokën e vet. Më thuj mu Masanena se çfarë do bëjnë. Një punojës edhe punojësit e pastrimit qytetit, ata që janë ma fundit si thonë, edhe ata i kanë 2 vota për shtëpi. Llogaritë, as i gjallë mos shiko. Zoti Pjetra, dhe i pyetje fundit, a mendoni se fundi politike e Edi Ramës do të vijë nga vetë struktura e posaçme apo nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se ai ka dhe një dosje mjaft delikate, siç është ajo e Charles me Gonigal? Po t'ishte Amerika se kishte prit ka gjatë atë dosje, por megjithatë, e vetmja gjë është ajo që ka thënë dhe unë se harroj asnjëherë, që kur do me lan pushtetin e lan. Për ndryshe e lodhën kot me e marrë. Të gjejnë mekanizmin nëpërmjet institucioneve të Amerikës atë kujdo, që ta detyrojnë të lanë pushtetin. Nuk ka se mund bëjnë zgjidhje tjetër. Sepse askush nuk vjen me ja fut vetes zotri. Prandaj po them që ky e ka ngrit këtë strukturë në këtë formë. Dhe prandaj thotë që unë pushtetin do ta lëm kur duan. Sa është logjike. Po. Zoti Pjetra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.